Bukë kosovare apo bukë vegje në një përgatitje thjeshtë, shishme, shkojnë shumë për iftara, si fyra. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në një enë të madhe shtoj një lugë gjelle me sheqer, një lugë gjelle me maja bukën. Nëse përdorni ato 4 orët e freskëta, do përdorni gjysmën e 4 orës. Shtojna 200 ml me qumësht dëvakës, 200 ml me ujë të vakët dhe përzim shtu masën mirë që të aktivizohet maja e bukës. Kam përzim mjaftueshëm, tash ja shtoj 30 ml me vaj. Janë shumë të shishme, të bëhen të buta si pambuku, ideale për iftare, si fyre, varet se si i doni, nxehta, të mira, të shpejta për përgatitje. Ja vlen mi provu motra dashura këto bukë shishme kosovare. Tash e shtoj millin. Mill gjithsej do na duhen 700-750 gram. E shtojnë në fillim do i shtoj dikon rreth 650 gram. Dhe ja shtoj një lugë gjelle të mbushur plot me krem dhe filloj që brumin direkt ta punoj me dorë. Shtoj dhe millin qoftë se duhet, siç e ceka. Kam punuar mirë brumin, ja është bërë një brum me trashësi mesatare. Tash brumi nuk do lejnë të dyfishohet, por direkt do e ndoj në kuleç apo në vekne. E ndoj në 7 kuleç. Vetëm se cilës mundohem t'ja jap masimin një. Kam ndorë brumin në 7 kuleç. Tash marr se cilin kulaç, kështu ja jap formën e rrumbullakët dhe të lëmuar, duke rrokollis në mill. Këtë mënyrë veproj me gjithë kuleçet. Kam punuar gjithë kuleçet, tash marr kulaçin e parë dhe filloj që të bëj hapjen. I hapi kështu në shkopit në mënyrë rrethore, në një masi dikon rreth 30 cm. Vetëm munduhem që nga gjithë anët ja jap trashësinë e njëjtë brumit gjatë hapjes. Kështu, shumë lehtë shkon, shumë shpejt, ja vlen mi provu. Kam hap brumin, tash në masinë e dëshiruar, tash marr ansorët, kështu 2 ansorët, dhe i bëj në këtë mënyrë, siç po shihni, dhe filloj rrokollisjen kështu nga piramida të bëj. Dhe bëj një rolle. Këtë mënyrë, pasi bëjmë gjithë rrokollisjen, kështu me majet gishtave, shtypim qoshet, rreth e përqark gjithë qoshet, që mos hapet gjatë pjekjes. Duhet që t'i shtypi mirë qoshet. Dhe siç e vëreni, buka është gati apo veknat janë gati. Këtë mënyrë vazhdojnë tutje me të gjitha. Tash marr kulaçin e dytë. Dytin, tretin, këtë mënyrë vazhdoj tutje sepse pushoj mjaftueshëm. Siç e vëreni, kulaçi i dytë hapet më lehtë, më shpejt.
Mundohem që ta bëjmë në masinë e njëjtë. Me gjithë kuleçët veprojmë në mënyrën e njëjtë. Dhe bukët i kam vendosur në tepsin kam shtru letër për pjekje ose mund ta lini me vaj, t'i hedhni miell, varet si dëshironi. Tash i vendosim sepër një pecetë kuzhine dhe i lojmë që dyfishohen ambient dhome për 1 orë, 1 orë e 10 minuta. Ka pushu mjaftueshëm, ja largojmë pecetën e kuzhinës dhe marrim qumsht dhe sepër e lim kështu bukën vetëm se me qumsht. Mundohem që mos t'ja prishi formën me shumë kujdes, bëj lyrjen. Qumshti i bën më të kuqremta, më të shishme duket. Taman bukë kosovare. Dhe bukët i fus në furrë të nxehtë 220 gradë do i pjeki për 20-25 minuta. I kam largu bukët veke nga furra, kanë një aromë shumë të mirë, i mbuloj me një pecetë kuzhine, i lojmë që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Bukët veke janë ftohur, ta marrim një dhe t'ju demonstroj nga afër se si ka dalë. Kanë dalë të buta si pambuku, ja shkojnë shumë në për iftare, syfyre, ta ndajmë një dhe t'ja shifë në brendësijen, ja pra si duket. Gjithë ju motra që përgadisni në këtë mënyrë bukë veke apo bukë kosovare, ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komentet bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.